Fest, urime. Urime 28 nëntori. Urime. Urime dhe Black Friday. Edhe Black Friday ja. Bobi ishin që bijat në sabau në flejt. Ti kishin hi karat, e kishin hek perdet. E ti kishin hek të pijat. E ti kishin qitë flamujt. Va, dritorët që. Ta shoj motër më nësë mërziva. Jo vlo që se Black Friday vin grot me nejt. Qysh më vin grot me nejt për Black Friday? Ti nuk I nje, sa se femrat lyhen për femrat. Edhe femrat vin me nejt për një arsye me kalëzu këshin na dëllën për Black Friday, kina ble, a kini ble dhe ju na I sen. E misona bë me di që a kini ble, a tu nëzihën ngusht. Kur që do të mrenshme për burrin? Mrenshme për burrin? Po që shqisot atë mi po, që një sot apo mi po se po rren, apo dhe? Qysh me I po? Edhe ju të qelë një sytë për Black Friday? Ngëm që po të zëmë, se po të kalëzë ju kujtojnë mas një mu ju në ma thonjën, kujna I ka dik nëna, Black Friday. Din minus, të minus që ke bli me plus. Nuk e dem Bob. E ke jetu, ha? Qëshja Bob, po I s'ka kë? Qa është kje? Jem të punu 4. A 4? Mojle Bob, autobusat jim bloku. Unë e ku mor një Opel dhe kom karavan, kështu apëten? Po? Aj, me këshyra lëll, karavan jo me bëj gjenoze, Bob, apëten? E ti qysh pi bon? 4 Bob, po transportej. Po? Po dalë të rethi, 4. Gjë dikush për lyp 3, hyp. Ja këthem ti? Na foka jem zga të zët. Po të kalëzej, qëre na jem? Komuna, jëm bloku autobusat. Pa. Ata të komunës pëthejnë, qiti parët. Qiti parët, no? Ata të qeveris pëthejnë, ku e ki projektin se gëdëzop, pedente. A do me thonë, 2 parët veç do të me lyp arsye, mos mi qitë parët? Jon kop diqka. Edhe, na jem. Shpesh po kopen këta bre. I dore e kanë, abo. A I dore e kanë. Se qështu e zgotin. Po më dhimën këta më autobusa. Ama dhe na këmbit dhët me hongër na jem. Po, a? Po na jem edhe na karavonat dhët me hongër. Po, edhe... Urime në me dhe një 28 në të Urime. Qka? Qa më ka kujtu? Ka ashtë? Atë kujtu e të atur, tja Shqipni. Po? Që pa të në gjuhë shqiptor Për 100 vjetor, po. Kem të përbime tavoline me ketë me morë. Edhe, Me posë një që me bullë kostur me morë me viti. Do, mjallë që dhja mu parti se mu ka një dhënu. A e dim se mu ka një dhënu? Për qka? Se unë e budallën a em. Të nguat Alfred Cakon në Shqipëri. Konspiratorin. Duka është e sheshtë. Pastaj ne kemi hudhur një top lartë. Dhe derisa kara poshtë, Izraeli, Irani, fuqitë mëdha, lufta tretë botërore, jëm hinë me nësë 10.000 kila mili komble. Pse? Bijat se s'kesha ku milion. Edhe tash bijat. Bijat po kojna kënë në zonë venis, po kemë ku me O fejtë. vlo, veç me nejmë salan. Na em, s'ko definitivisht unë e mo, po quna heret. A heret po qo është? Quna 30 minuta para grus. Edhe? E di që apo me në? Edhe? E di se ti e mësumja qitë kësoj kofën. Se qitë ideal është na ima bozë dhe Miria. Pa. A e dim se. Miria ka të drejtë. Po. Miria ka të drejtë nesër. Po. Pas nesër, na imi është gabim. S'ka drejtë. S'ka gabim, me. E unë me po quna 30 minuta para drujët. Pe pi mas poli një pan të prazëllë. Për? Sa i mas 30 minuta vra gëna. Po dhe? Që kur qëhet për gjumi sënë më hanë lukëthen se lukëthen ma ngërë. Na i që të kohë. Jo. Lujta në em. Edhe he. Që prom ka dhim, shumë krytu më ka dhim. Pse? Rosh më prea në soj, që qështë. O, ma kryj ke kryt. Po ta nëgjesh e ti një. O, zotë është a ka prejkna i me loqë që s'po full sen. O, kur ma ka bo, kur si më konë nëne kush ta ka nëgjesh kryt. Thash jim konë single po martu, së më ka dhim kërën a e më.
Jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tjetër, jemi në festën e flamurit. Do të vinë në vazhdim një doajen i vërtet i këngës së bukur shqipe. Për vitet të tëra ja thot bukur e menam, por si duket në Odeon është vonuar. Nuk e di faji ku është, por është sonte këtu zona e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëriu i nderuar, artisti Nusret Sadiku. Si e Nusret? Mirë, faleminderit. Urim edhe një herë festa e flamurit. Faleminderit, urim edhe ju dhe gjithë shqiptarëve, gjithë universitetin ku gjendën. Qa mendon, a ka ndryshu ky emocioni ynë për festën e flamurit, apo njëjtë vazhdon? Unë mendoj që nuk ka ndryshu, Veç vetëm është rrit, se bile. është rrit, edhe nëse mundë me thonë, unë jam edhe ishe burgosin politik gjatë luftës, edhe është një ndjesi ndoshta pak më e veçantë. Për çdo herë ka qenë të shqiptarët e veçantë festa e flamurit, po mendoj që të një pjesë ashtu na ka ndodhur fati që me u përballë edhe me qenë pak më të veçantë. Në cilën vit u burgose? 21 maj 99, 21 maj 2000 jam liru, do të thonë. Krejt në fund pas kanë kapë. Ashtu. Ku të zumë? Po këtu në Prishtinë, në vendbanimin tonë, është ndoshta se di është vendi tash me përmend, po është në zonë regjistri i UÇK-s me emrin tonë fatkeqësisht tash qyshe nuk e dim, po në bazë të asaj jam e kishe emrin aty, a? Po, po. Mirë shumë. Po pas luftës në ato ditët e para të lirisë pas ke qenë në burg, po keq fari tregon jetës në realitet. Po, edhe pasardhësve sigurisht për vështirësitë, për kërkesën tonë, për këtë flamur, për lirinë, për edhe sot shoqëri jemi bashkë, këndojmë tonë, këtë vend të lirë, me flamurin tonë kombëtar në Republikën e Kosovës, që ka dhe ajo flamurin e saj të cilin e nderojmë gjithmonë, sepse bashkë e bëjnë atë tansin shqiptare. Me këndu që nga mosha hershme kështu. Ashtu, po, si zakonisht që është gjithë ne që merremi me këngët, dhe më thonë, është diçka e lindun pa tjetër, e mandej sa më rrim me këdhënë gjatë punës tonë, ashtu. E lindur është pse e kishe trashëgimi? Po, pedigri familjare, apo? Jo, kanë këndu, po jo, kështu me emra, diçka të Jo me emra, jo. po me këndu kanë këndu. Po, sigurisht. Vetë ke bërë ndonjë këngë ndonjëherë për flamurin? Në karrierën tonë muzikore? Për flamur, kështu të veçantë jo. Po me kënu panal? Me kënu panal, po. Gjithmonë? Edhe atje ku e përmenda nështë edhe prapa grilave kur ishëm, konga Shqipës s'ka pushu asnjëherë. A këndoni ta? Po, asnjëherë s'ka pushu konga Shqipës. Po kështu, mas asaj? Mas asaj edhe mas para asaj, mas asaj. U konë me racione ajo, a? Po. Pa unal. Po, ashtu. Në cilin qytet ke vujt burgun? Po, fillimisht kemi qenë këtu në Lipjan, kur na kanë marrë sa ishmi në Kosovë, me 10 qershor, mandej na kanë çuar gjithëve 2000 sa veta kemi qenë. Domethënë unë Mitrovicën e Sremit e kam vujt shumicën, edhe për gjykim na çka jemi banor të Prishtinës, sipas tyre gjykata e Prishtinës është e vendosur aty. Edhe një pjesë kem kaluar aty. Edhe që aty e kryen krejt. Sa dënon? Një vit. Një vit. Një vit sipas atyre, po mirë që përfundoj me aq. Përfundoj me aq. Po këndojmë sonte një këngë. Po, pati. Sa bukur je vesh, kur që zi. Edhe këta këngë ka bërë kush? Tekstin e kam shkruane, vinë muzikore kam bëone, orkestrimin miku im, edhe ju i besoj, Hisnik Linakut, që në të shëndes e javroj tekstin flamurit edhe ati, edhe konga që e mendun për me bo për sot për ditën e flamurit, është një heroj kombit Shkodran, i cili është vrarë në luftën e Kosovës si ushtari i UÇK-s. Është Hasan Dusha nga Shkodra. Që nga Konispoli deri në Bajgor, që nga Presheva e deri në Tivar. Edhe kjo është tregim shumë i bukur, që lirinë e kemi të shajt e kemi bashk. Edhe e kemi fitu bashk. E ty të lumt goja që i këndon herojt kombëtar që vjen e lufton në Kosovë nga Shkodër Locja. Faleminderit. Kur do që të kesh këngë, jemi marrë vesh